Proceset gjyqësore, hetimore, po zgjasin shumë. A janë institucionet e drejtësisë të kapura nga politika shqiptare? Unë evidencë nuk kam. Jo, nga jo që shikoni ju. Unë dhe populli, perceptimi i popullit është patjetër. Patjetër, sepse janë procedura... Po nuk ka pa kontradikcion këtu, pra në një anë themi që kur drejtësia vepron, rritet besimi i qytetarëve se gjërat në këtë vend. Jo, po vepron, më herë dhe thashë që vepron pak. Okej, duhet tjetë me ritmet më të shpejta. Patjetër, një drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Kjo është parim. Integrimin në Bashkimin Evropian, Shqipëria ndodhet në një proces të rëndësishëm atë të integrimit evropian. Cilat janë sfidat kryesore që duhet ka përcehen në gjykimin tuaj për t'u antarësuar në familjen e madhe evropiane? Nuk duhet mohuar rruga progresive që është bërë në të drejtim. S'ka rëndësi, është nisur nga qeveri demokratike, po përfundohet nga qeveria socialiste. Sugjerimi im është që duhet ketë një bashkëpunim më të madh midis opozitës dhe qeveri socialiste për këta interes kombëtar. Integrimi në Bashkimin Evropian është interes kombëtar. Është lajm i mirë që qeveria socialiste ka hapur të gjitha 33 kapitujt dhe komplet janë 6 grup temat, a kupton, në Bashkimin Evropian. Është lajm i mirë, është ambicje e madhe e qeverisë socialiste që ti përfundoj këto në para 2027-ës. Edhe çështja ambitor do ishte që qofse qeveria socialiste do të antarësonte partinë Shqipërinë në Bashkimin në 2030-ën. Ky është fakt. Pavarësisht se standardi i jetesës, standardi i zhvillimeve në Shqipëri është shumë larg standardeve europianeve. Po ne duhet përfitojmë sepse përqindja më e madhe e popullit shqiptar është që ne të hyjmë në Europë. Mendimi i europianëve është që ne të përshpejtohet procesi i pranimit të Shqipërisë. Ne duhet përfitojmë, pra ato po mbyllin syrin dhe veshin për nivelin e ulët të standardeve që kene, për arsye gjeopolitike. Për arsye gjeopolitike po e mbyllin njërin sy e njërin vesh. Kjo është e vërtet. E pranon tysh në website-in e Bashkimit Evropian, thuhet aty. Pra, sepse është bërë partneri më i rëndësishëm në Ballkan. Kjo është e vërtet. Shqipëria po bashkëpunon shumë mirë me Bashkimin Evropian, i ka kthyer të gjitha politikët e jashtme një lloj si politikë e Europës. Kjo është plus. S'ka rëndësi cila është qeveri. Partia Socialiste apo Ju e shikoni të antarësuar Shqipërinë në 2030-ën? Diçka do dali minutën e fundit. Por gjeopolitika mund të jetë më e fortë se radha. Kam frikë. Dhe mund sjell diçka të papëlqyeshme për ne? Unë dua që ne të hyjmë në Bashkimin Evropian. Unë dua që ne të hyjmë në Bashkimin Evropian. S'ka rëndësi është Partia Socialiste apo Partia Demokratike që e antarëson. Është populli që e antarëson. Raportet e Shqipërisë me Kosovën dhe shqiptarët në rajon, si i vlerësoni? Duhet të jenë më të forta, më bashkëpunuese, kanë bërë boll, por duhet të kemi parasysh që kombi shqiptar, shteti shqiptar, kur është themuluar, ka ardhur nga bashkëpunimi i gjithë shqiptarëve në treva shqiptare. Rilindasin, vini nga treva të ndryshme. Pra, nuk është nevoja që të ngrem flamurin lartë, të bëjmë Shqiponjën, Kosova dhe Shqipëria duhet bashkëpunojnë më tepër me njërin tjetrin. Ne kemi trau në Kukës, në Kufi. Kush e ka fajin e mungesës së bashkëpunimit? Të dyja shtetet. Open Balkan ka patur një ndikim? Në ftohjen e marrëdhënieve mes Nesh dhe Kosovës? Nuk besoj. Unë nuk besoj. Ai editoriali i famshëm që u komentua pastaj, më vonë, kryeministrit? Unë duhet distancohem nga këto teknikalitete, a kupton? Nuk jam informuar. Në funksion të pyetjes që u bëra, pra marrëdhënieve tona, Shqipërisë në rajon, Kosovës. Nuk na ndalon njëri nëse ne kena dëshirë. Nëse unë jam kryeministri i Shqipërisë edhe Albin Kurti atje, nuk na pengon. Ne duhet largojmë ego tona, minimizojmë ego tona, interesat personale, politike, edhe do të vejmë si prioritet Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Nëse këto vejnë si prioritet, atëherë zhvillimi duhet me hapa më të shpejtë. Diaspora, dua të flasim sërish për diasporën. Çfarë mund të bëjmë më shumë për zhvillimet këtu në Shqipëri, për të mirën e Shqipërisë kuptohet? Apo e shfrytëzon shteti shqiptar për shembull në gjykimin tuaj potencialin që ka diaspora? Unë nuk njoh programe të qeverisë
aktuale apo qeverive më përpara demokratike që të atraktojnë diasporën, që të bashkëpunojnë me diasporën. Unë mendoj që ka qenë zero. Unë kam qenë atë 30 vjetë. Sa samite keni bërë ju me qeverinë? Unë nuk jam ftuar asnjëherë. Kur vjen qeveria socialiste po marr një shembull personal edhe është fakt. Kur vjen qeveria socialiste apo ish qeveria demokratike, unë nuk ftosha asnjëherë nga autoritetet shqiptare, unë nuk ftosha nga ambasadori shqiptar, apo ministri i jashtëm, apo zyra kryeministrit. Kur erdhi kryeministri, po të marr një shembull, kur erdhi kryeministri herën e fundit, mu më ftoi pala britanike që të pres qeverinë shqiptare, pres kryeministrin. Pala britanike. U mora ftesë nga Dhoma e Lordëve dhe nga Parlamenti britanik. Po pse ndodh kjo? Pra ka selektivitet edhe tek njerëzit që ftohen nga diaspora? Sepse është mendje ngushtësia e qeverisjes, e ambasadorëve, shërbimeve të Ministrisë së Jashtme. Unë po të jap edhe një shembull tjetër, prapë në parlament, unë isha në një tavolinë me përfaqësues të Britanisë dhe të Shqipërisë, ministri i jashtëm më përshëndet mua si ju huaj, edhe unë ja kthej në Shqip. Ai nuk më njifte mua. Unë jam politikan i parë i zgjedhur me vota drejt për drejta në Britani. Ministri i jashtëm nuk ka dieni. Pavarësisht se ai u shpreh shumë i kulturuar, shumë i civilizuar, me shumë dashamirësi, po më dha vlerësimin maksimal. Ai nuk ishte informuar. Pra nga ambasada deri tek tavolina e atij asgjë nuk funksionon. Atëherë nuk e njohin potencialin realisht të diasporës. Nuk duam. E shohin ekspertizën e diasporës, kulturën, dijen në fusha të ndryshme si kërcënim. Po kërcënim për çfarë? Për pushtetin e tyre. Po diaspora mund të ndihmonte, nuk mund të... Ne ndihmojmë me kritika, me kërkesë llogarie. Jo, ju ndihmoni dhe me votë. Në fund. Vota është e fundit. Ne më tepër mund të ndihmojmë me anën intelektuale, me këshilla, me sugjerime, me ekspertizën tonë. Po, patjetër. Kjo është kryesore për ne. Po mund ta bëj vetë diaspora këtë? Ta japi kontributin e vet përmes... Po nuk ekzistojnë forumet ligjore. Ne duhet ndjekim ligjet, kushtetutën. Nuk ka forume. Çdo gjë do të shkojë ose në mënyrë të pavarur, ose në mënyrë partive politike. Në një intervistë që kam dhënë për televizionin Al Buchanan TV, një gazetar më pyeti tha, çfarë mendon për Ministrinë e Diasporës? Një pyetje spontane, unë i thash, Ministria e Diasporës nuk duhet të ekzistojë si ministri. Ai mund të ishte një drejtori brenda ministrisë. E di çfarë ndodhi? Afër 2 vjet më vonë e mbyllën si ministri. Ekziston sot Ministria e Diasporës? Nuk ekziston. Unë thash një mendim spontan. Imagjinoj sa njerëz inteligjent kanë në diasporë që japin mendime të ndryshme. Nëse kryeministri aktual apo kryeministri më pashëm mund të kishin marrë inteligjencën shqiptare në diasporë, Shqipëria do ishte më e zhvilluar. Do ishte. Patjetër, historikisht Shqipëria është zhvilluar nga diaspora dhe të kërkoj rrugët e duhura në për cilat kaloi ky kontributi i rëndësishëm që mund të japë në funksion të zhvillimit të Shqipërisë. Kanali ligjore është që të zgjidhesh dhe të zgjedhësh. Nuk e lejon ligji që të zgjidhesh nga atje ku je, që të përfaqësosh komunitetin. Po, ishte rasti i të dyva partive që hapën këte platforma deputeti që dua me primaret e me këto. Kjo ishte një shaka, ishte aplikimi online, unë nuk aplikova, sepse e para unë nuk aplikoj dot në një proces që caktohet nga kryetari i partisë. Dua që të votohem me sistemin një antar një vot. Dua demoralizimin e partive. Konkretisht dua demoralizimin e partive të majta, të gjitha partive, po unë dua suksesin partive të majtë, se jam i majtë. Më lejo që të kalojmë prapë. Nëse ju do shikonit këtë lloj realiteti për cilin po flisni, ju do ta jepnit kontributin tuaj në Shqipëri. Pra, nëse ju do vini tre që brenda një X partie politike këtu ka demokratizim, ju do ta jepnit kontributin tuaj? Po. Faleminderit që e bëre këtë pyetje, më lejo të vazhdojmë, ta elaborojmë të lutem, sepse i kthehemi prapë. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. E preke më herët, po e kaluam. Unë personalisht dhe shumë në diasporë presin të vinë të përfshihen në proceset demokratike në Shqipëri, në forma nga më të ndryshme. Nëse duhet vinë të caktohen, ato aplikojnë në departamentet të ndryshme, për punësime. Nëse duan të testojnë në mënyrë demokratike vlerën e tyre, ato kanë dëshirë të votohen. Ke dy lloj votimesh. Një është votime brenda partisë për përzgjedhje si kandidat, edhe pastaj votime në popull. Kjo është demokracia.